Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e datës 19 mars të 2025. Duke se është një ditë shumë e rëndësishme për sa i përket udhëtimeve dhe takimeve, por para se të fillojmë me parashikimin e kësaj date, unë ju kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni në Shqipëri apo në diasporë dhe jeni në kërkim të një parashikimi të detajuar, atëherë duke klikuar në www.astrologo.al, faqja roz shkon atje. Atë ndodh sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin dhe të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për juve që doni që çdo video që astrologo.al ngarkon në YouTube e dëshironi ta dëgjoni të parë, atë duke klikuar tek butoni aty, gjeni zgjidhje dhe më pas mund të dërgoni mesazhe. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për sa i përket shenjës së dashit, meqense shenjës së dashit kanë pasur një periudhë tani kohët e fundit me vështirësitë e veta, me çështjet që ata kanë pasur, por në anën tjetër është dhe momenti dhe koha e duhur mbi zhvillimet, ndryshimet dhe kohën e duhur. Megjithatë, është momenti që juve të ditëshit parë keni pak kujdes këtë periudhë, sepse është një periudhë që kërkon vëmendje më tepër se sa në anën tjetër, por gjithsesi është një periudhë mjaft e mirë në anën ekonomike, sepse zgjidh një problem gjithmonë dita e mërkurë ka diçka për të thënë dhe momentin për të përgatitur për gjëra të mëdha. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Bricjap dhe me Virgjëresh janë të mbara, pak vëmendje me peshore të ditëshit parë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e Demit. Për sa i përket shenjës së Demit, meqense Demët kanë pasur një periudhë të gjatë në fakt me problemet e tyre, por duket se e zgjidhin pikërisht tani. Është momenti i duhur mbi çështjet e punës dhe të ekonomisë. Meqense disa sakrifica që kanë bërë, duket se tani ka ardhur momenti dhe periudha e duhur mbi takimet dhe ndryshimet që mund të keni. Një nga momentet dhe mundësitë që ju keni për të zgjidhur disa probleme. Janë probleme dhe për fillimin, por dhe për ndryshimin e madh që keni tani, edhe pse disa problematika të vogla mund të keni nga dreka, por do ta zgjidhni. Në fushën e dashurisë, duket se me ujor është diçka shumë pozitive. Madje është momenti më i mirë i mundshëm për të arritur në finish, edhe pse me probleme, por duket se gjërat janë pozitive. Dhe ditë që do të bëj kujdes me luan. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë binjakët. Për sa i përket binjakëve, binjakët duket se këtë periudhë mundësoret e tyre në fakt, se edhe nga ana e pozicionimit planetar tani për tani, ku kjo periudhë është një periudhë vërtet e vështirë, por jo e pakalueshme për një mijë arsye në fushën e punës, në fushën e karrierës dhe në fushën e ndryshimeve. Momente që vijnë tani e tutje janë momente ku do të ndikojnë dhe do të arrijnë në biznese të ndryshme, në karriera të ndryshme, por edhe momenti është ai kryesori që koha ka provuar që juve dini dhe të arrini në finish. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshorët e ditëshit parë dhe me ujorët e ditëshit tretë është perfektja, por njëkohësisht edhe të shenjës në ndikimin që ka të bëjnë lidhje me dashin, duket se gjërat janë fantastike dhe momente ideale në vazhdimsi. Shkojmë tek shenja e radhës, që janë gaforet. Për gaforet duket se në këtë ditë, edhe pse kanë pasur një çështje të nënpezull dikur dhe kjo bën që tani për tani mund të jetë edhe në lidhje me çështjet e punës, të karrierës ose disa ndryshime, po unë ju them që nuk ka vend të shqetësuar, se juve nxitoheni për të arritur në finish. Në lidhje me punën, një takim që mund të bëni paradite mund të jetë mjaft pozitiv, sepse edhe periudha ndihmon në këtë aspekt dhe është një kohë shumë e përshtatshme për të vepruar. Në çështje që lidhen me anën shpirtërore, edhe pse keni pasur probleme apo disa ndryshime të vogla keni pasur më përpara, duket se tani do ta zgjidhni me veten tuaj, sepse është një mundësi shumë e artë, një mundësi e mirë në kohën e duhur, në momentin e duhur, dhe kjo periudhë është periudha juaj, sepse do të keni mundësinë e arritjeve të mëdha ekonomike financiare dhe të ndryshimeve që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë
me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfekte, edhe pse një problematikë e vogël mund të keni hasur ose mund të hasni tani e tutje. Sepse ka për të zgjidhur gjithmonë nëse në lidhje me vendimet që do të merrni, sepse lidhet me vendimet dhe pozicionimin e planeteve. Prandaj ju them, keni kujdes. Nëse e mbyllni sot, nuk keni probleme nesër. Nëse e lini pas dore, nuk keni probleme, do hasni më vonë. Shkojmë tek shenja radhës, që janë luanët. Për luanët duket se koha tani ka filluar. Një fillimi i mbar gjysmë punës. Është momenti dhe koha e duhur mbi zhvillimet dhe ndryshimet e mëdha që keni. Është një moment shumë i artë sepse kjo periudhë ju ndihmon për të nisur dhe për të vepruar në lidhje me ekonominë, në lidhje me disa ndryshime të një pas njëshme që do të keni, sepse pak a shumë juve edhe mërziteni me të drejtën tuaj në fakt, por kjo periudhë është e juaja dhe unë ju them me bindje plot, sepse keni gjithçka në dorë dhe është një mundësi shumë e artë për të biseduar dhe për të marrë vendime të rëndësishme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me dëm të ditës së parë, me ujor të ditës së tretë është perfektja, pak kujdes me dash të ditës së dytë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është virgjëresha. Për sa përket virgjëreshave, një periudhë pauze lidhe me punën, do të thosha unë, por këtu nuk do të thotë se mungon dialogu ose mungojnë disa gjëra tjera, por unë them që është një moment tani, është një moment i mirë, edhe pse juve keni pasur disa çështje të pazgjidhura, me të drejtën tuaj keni pasur disa gjëra që nuk vjen aty ku duhet, por kjo periudhë ka treguar që ju jeni me fat, sepse do të arrisni qëllimin tuaj aty ku dëshironi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me dash të ditës së dytë dhe me birçap të ditës së tretë duket perfekte. Shkojmë tek shenja e radhës, që është peshorja. Me qenë se shenjës së peshores, tani për tani kanë një mundësi të artë, më thohet, sepse është koha tani, është një moment që çdo gjë e zgjidhni vetë juve, sepse ka zgjidhje për çështjet e punës, ka zgjidhje për çështjet ekonomike financiare, ka zgjidhje për disa gjëra shumë më madhore se që mund të mendohet, por mënyra se si gjërat do vinë, mirë është të bëni pa kujdes, mos u nxitoni, sepse juve me të drejtën tuaj nxitoheni, me të drejtën tuaj, por nga njëra anë keni mundësinë e zgjidhjeve të konflikteve të vjetra, keni mundësinë për të arritur në finish, por momenti është ai që ju bën të ndjeni superior në fushën e karrierës. Por gjithsesi, në lidhjet dashurisë me dash dhe ujor shkoni në martesë, edhe pse keni një debat tani, por do ta zgjidhni paradite. Vijojmë tek shenja radhës që është akrepi. Për sa përket akrepëve, akrepët duket se tani e kanë marrë shtruar, sepse do të dalin disa gjëra mbi sipërfaqe për arsye të punës së tyre, për arsye të karrierës së tyre, por mundësitë janë ata që do ta shikoni dhe vetë, ku do të ndryshojnë shumë gjëra në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, në fushën e takimeve. E takimeve pse? E takimeve sepse takimet janë ata që do i marrin gjërat përsipër dhe zgjidhin problemet e tyre. Por në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gafore dhe me dash duken të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, që është shenja e shigjetarëve. Me qenë se shigjetarët, duket se tani në këtë periudhë ka një mundësi, një moment, është një moment i artë në lidhje me karrierën, në lidhje me ato që juve prisni dhe kërkoni. Por ana tjetër është një problematik e rëndësishme, është një problematik që vërtet juve dini të zgjidhni gjërat, por të tjera të krijojnë. Çfarë mund bëni? Atëherë e lini ashtu siç është dhe e gjini mënyrën dhe taktin të përgjigjeni kërkesës dhe asaj të drejtës suaj. Por kjo ndodh mbas orës 12. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me peshore duket të mbara. Shkojmë tek shenja e radhës, janë bricjapët. Për sa i përket bricjapëve, bricjapët tani në këtë periudhë, një periudhë që vërtet kërkon vëmendje, vërtet kërkon kohë. Dhe është shumë e rastësishme që në një moment juve dini të fituar dhe
e keni mundësinë se jeni shumë pozitiv në ekonomi, edhe një moment mjaft i mirë në lidhje me ndryshimin e madh që bëhet, çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë dhe mundësi që jepen në lidhjet me virgjëresht dhe dashje duke të mbara, por megafore është vetë jeta. Shkojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Për sa i përket ujorëve, ujorët duket se tani në këtë periudhë janë pak të ndrydhur, sepse kërkojnë kohë, kërkojnë momentin, kërkojnë periudhën. Por nga njëra anë është momenti dhe periudha që do të ndikojnë tani për të mirë, por në çështje shpirtërore duket se janë mjaft pozitive sepse me Luan dhe Akrep duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që janë peshqit. Për sa përket shenjës së peshqive, peshqit duket se tani në këtë periudhë kanë një ndikim shumë të madh dhe një pozitivitet. Në anën tjetër, ka mjaft çështje që marrin vendime të rëndësishme, mjaft çështje që me kalimin e kohës ato do të ndikojnë, do të ndryshojnë në anën e tyre, sepse është një mundësi shumë e mirë tani në pozitivitetin e tyre në mundësi në karrierë sidomos është një kohë shumë e përshtatshme për peshqit, sepse peshqit duket se do të ndryshojnë biznes ose të bëjnë diçka të re. Dhe kjo është një moment shumë i mirë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Bricjap të diçit parë dhe Virgjëresht të diçit tjetër është perfekte, por me Akrep është vetë jeta, edhe pse tani për tani keni pasur disa ecejake mënyrat ose ndryshimet që keni pasur dhe nuk kanë vajtur duke duhet, por vjen momenti i gjërave të mëdha, i mundësive të arta. Dhe është ky moment tani. Është momenti më i mirë i mundshëm sepse do të zgjidhni shumë probleme dhe shumë çështje që lidhen me punën aktuale dhe me biznesin. Për sa përket çështjeve që lidhen me anën e dashurisë, lidhen me shigjetar dhe me gafore duke të mbara, pak vëmendje me virgjëresht të vjedhiçit të dytë. Ishin këto dy shenjat për sa përket pikërisht datës 19 mars të 2025. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për gjithë juve teleshikues të nderuar, kudo ndodheni, Shqipëri apo diaspor, dhe në kërkim të bashkimit të lejuar, atëherë duke klikuar në www.astrologu.al, faqja rosh atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithë çka ju intereson. Duke blerë paketën tuaj dhe numër përkatës të blerjes, atëherë jeni gati që të flasim bashkë nëpërmjet Viberit, WhatsAppit apo Skype-it. Për ju që doni që çdo video që Astrologu.al ngarkon në YouTube, dhe shkojnë të dëgjojnë të parë, të shkojnë të parë, atëherë duke na bërë subscribe tek ai buton shkruan atje dhe më pas jeni gati për të dërguar mesazhin që juve dëshironi ta dëgjoni live. Mirë, gjithë mirë.